Më tepër se 100 fëmijë të mitur, të cilët u rrëmbyen nga grupet e armatosura në Nigari brenda 2 shkollave të ndryshme katolike të vendit, janë rikthyer tashmë në krahët e familjarëve të tyre në vigjilje të Krishtlindjes. Rikujtojmë në fakt se në 2 ngjarje të ndryshme, grupe me fëmijë të mitur dhe antar staf i shkollave në fjalë u rrëmbyen nga grupet armatosura. Rrëmbimet në Nigari janë në fakt të zakonshme si pasojë e aktivitetit kriminal, por njëkohësisht edhe mënyrës se si realizohen atë, pra janë grupet armatosura të cilët rrëmbejnë fëmijë dhe në mënyrë që t'i lirojnë ata, kërkojnë edhe të mira materiale. Ishin momente në fakt mjaft të trishta dhe emocionale të ribashkimit të fëmijëve të mitur me familjet e tyre dhe nisjes së festimeve të Krishtlindjes. Shumica e të rrëmbyrve, të marrëve peng, ishin fëmijë nga mosha 11 deri në 17 vjeç. Në të tjera zhvillime, Algjeria ka miratuar një ligj që shpall kolonizimin e dikurshëm të vendit nga Franca një krim shtetëror. Parlamenti i vendit kërkoi nga Parisi një ndjesë zyrtare dhe akuzoi Francën për disa krime në vend. Po ashtu, Algjeria ka kërkuar një kompensim të drejtë dhe të plotë për të gjitha dëmet materiale dhe morale të shkaktuara nga sundimi francez. Parlamenti i Algjerisë miratoi unanimisht një ligj që shpall kolonizimin e dikurshëm të vendit nga Franca krim shtetëror dhe kërkoi një ndjesë zyrtare nga Parisi. Ligjvënësit bëroritën rroft Algjeria, ndërsa miratuan projekt ligjin, i cili thotë se Franca mban përgjegjësi ligjore për të kaluarën e saj koloniale në Algjeri dhe tragjeditë që ajo shkaktoi. Ligji me 27 nene rendit krimet për të cilat akuzon sundimin kolonial francez, duke përfshirë testimet bërthamore, ekzekutimet jashtëgjyqësore, torturat fizike dhe psikologjike dhe plaçkitjen sistematike të burimeve. Më tej thuhet gjithashtu se kompensimi i plotë dhe i drejtë për të gjitha dëmet materiale dhe morale të shkaktuara nga kolonizimi francez është një e drejtë e patjetërsueshme e shtetit dhe e popullit algjerian. Presidenti francez Emmanuel Macron e ka përshkruar më parë kolonizimin si një krim kundër njerëzimit në vitin 2017 kur ai kandidoi për herë të parë për president, por ka refuzuar të kërkoj falje zyrtare. Marrëdhëniet mes Parisit dhe Algjerisë janë përkeqësuar ndjeshëm vitet e fundit. Tensionet u përshkallzuan në gusht të vitit 2024 kur Macron bëri thirrje për kërkesa më të rrepta për vizat për diplomatët dhe zyrtarët qeveritar algjerian. Algjeria u hakmor duke u dhënë diplomatëve francez 12 ditë kohë për t'u larguar nga vendi. Franca u përgjigj duke thirrur ambasadorin e saj dhe duke dëbuar 12 diplomat algjerian. Autoritetet turke kanë ndaluar 115 anëtar të dyshuar të shtetit islamik të cilët po planifikonin sulme gjatë festimeve të Krishtlindjeve dhe vitit të ri në vend. Policia e Stambollit mori informacione se anëtarët e shtetit islamik kishin planifikuar sulme në Turqi, veçanërisht kundër komuniteteve jo muslimane gjatë festave të fundvitit. Policia bastisi 124 vende në Stamboll, duke kapur 115 nga 137 të dyshuarit që po kërkonin, thuhet në deklaratë. Disa pistoleta dhe municione gjithashtu sekuestruan. Zyra e prokurorit tha se të dyshuarit ishin në kontakt me pikat e ISIS jashtë Turqisë. Shërbimet e sigurisë së Turqisë shënjestrojnë rregullisht njerëz me lidhje të dyshuara me shtetin islamik. Turqia nda një kufi prej 900 kilometrash me Sirin, ku grupi vazhdon të veprojë në disa pjesë të territorit. Një tjetër skandal tronditi futbollin turk pas atij të trukimit të ndeshjeve. Presidenti i Fenerbahçes, Saadettin Saran, është arrestuar si pjesë e hetimit të gjerë të prokurorisë të Stambollit për trafikimin e lëndëve narkotike. Në hetim janë përfshirë edhe figurat e njohura të skenës, ekranit dhe medias në Turqi. Nuk ka qetësi në futbollin turk pas skandalit të basteve, tronditja tjetër e madhe vjen nga droga. Presidenti i Fenerbahçes, një nga klubet më të mëdhenj të Turqisë, Saadettin Saran, është arrestuar në Stamboll si pjesë e një hetimi që përfshin figura të arktimit dhe medias në vend. Transmetuesi shtetëror të RT raporton se Saran, një shtetas turk dhe amerikan, u arrestua pasi testet mjekoligjore zbuluan praninë e narkotikëve në mostrat e flokëve të tij. Javën e kaluar ai u thirr për dëshmuar para prokurorëve dhe u dërgua në një strukturë mjekësore për dhënë mostra flokësh dhe gjaku. Hetimi po mbikëqyret nga zyra e prokurorit përgjithshëm në Stamboll, që nga fillimi i dhjetorit ai ka çuar në arrestimin e më shumë se 12 personash me akuzën e prodhimit dhe trafikimit të drogës.
Midis të ndaluarve janë prezantues televiziv, gazetar, këngëtar, aktor dhe personalitete të mediave sociale. Ata akuzohen për krime që variojnë nga prodhimi i trafikimit të drogës deri te ndihma dhe nxitja e prostitucionit. Shumë prej tyre janë nënshtruar analizave të gjakut dhe flokëve për të verifikuar përdorimin e drogës. Saadettin Saran, i lindur në Denver, u zgjodh presidenti Fenerbahçes në shtator. Ai u mor në pyetje javën e kaluar me akuzat për furnizim dhe lehtësim të përdorimit të narkotikëve. Fenerbahçe lëshoi një deklaratë duke shprehur mbështetjen e saj për Saran dhe duke siguruar tifozët se aktivitetet e klubit do të vazhdojnë pa ndërprerje. Kemi besim të plotë se presidenti ynë do ta kapërcej këtë proces me të njëjtën mendje të shëndosh dhe guxim që ka treguar gjithmonë, thuhet në deklaratën e klubit në platformën X. Kjo nuk është hera e parë që Fenerbahçe merr goditje të tilla, ish presidenti i klubit Aziz Yildirim kaloi më shumë se një vit burg në vitin 2012 për akuzat e trukimit të ndeshjeve. Po ashtu skuadra ishte përfshirë në një hetim tjetër për bastet e palishme dhe trukimin e sfidave në futbollin turk.